Rikthehemi sërish në studio, do të vjojmë të qëndrojmë së bashku drejt për drejt në MCN Informacion, do të flasim për sport në këtë moment. Drejt për drejt në bisedë do të më bashkohet gazetari sportiv Ervin Baku, zoti Baku të përshëndes. Faleminderit. Mirëmbrëma, faleminderit për kënaqësia shihni. Përpara se të flasim për kampionatin, Baku, ndalemi pak te galaja e sotme e futbollit për sa i përket ndarjes së çmimeve. Nominimet tashmë janë prezente. Çfarë bën më shumë përshtypje? Bën më shumë përshtypje mosqenia e dy trajnerëve në katër trajnerët më të mirë, mosqenia e Ilir Dajës, trajneri i Dinamos, dhe mosqenia e Arjan Bellajt, trajneri i Vorës. Bën përshtypje mosqenia e Enea Jorgjit te katër gjyqtarët, ndërkohë që ai ka gjykuar gjatë gjithë këtij viti në nivelet e tij më të larta. Dhe për sa i përket këto kam vënë re unë që nuk shkojnë. Ndërkohë, Baku, flasim edhe për dy lojtarë i Dinamos, i cili luan në Ukrainë, dhe Sinani Egnatias kampione, një garë e fortë kur bëhet fjalë edhe për një lojtar i cili është titullar. Çfarë mund të themi për këtë? Dëgjoj, ky është një çmim, domethënë matet performanca vjetore, jo performanca gjatë një sezoni. Pra nga themi 2 janari deri në 10 dhjetor apo 15 dhjetor. Kështu që nuk diskutohet që për mendimin tim për mendimin tim do të jetë një luftë e hapur mes Dajsinanit dhe Devi Bregut, sepse Devi Bregu është arkitekti i Dinamos, si fituese e trofeut pas shumë vitesh, dhe Dajsinani si kampionin fuqi dhe me paraqitjen e tij të shkëlqyer ashtu si dhe Bregu në Kupat e Evropës, është një ndër shtyllat e Egnatias, që është kampionin fuqi dhe që është akoma në krye klasifikimit. Pra, unë mendoj që këto dy lojtarë mes këtyre dyve do të ndahet topi i artë. A duhet kishte Baku në këtë gala pastaj edhe një çmim për gazetarin sportiv, ose të paktën një çmim që jepej nga një gazetar sportiv? Dëgjoj, një çmim për një gazetar sportiv ka federata që aplikojnë, ka federata që nuk aplikojnë. Unë mendoj që mund të ishte një çmim për gazetarin më të mirë sportiv, por jo të vitit, sepse këtu natyrisht për mua një gazetar i mirë është ai që kritikon, jo ai që është oportunist. Por organizatorët mund të mendojnë për një çmim karriere, duke filluar me gazetarët tanë sportiv që janë ndër më të mirët. Mendoj këtu për shembull për Ismet Bellovën, i cili e meriton plotësisht për të kaluar pastaj te Besnik Dizdari, te Fatmir Mneri e shumë të tjerë. Ndërsa për sa i përket që një çmim të hapi një gazetar sportiv, patjetër që ishte mundur. Por thash, ka federata që e bëjnë, ka federata që nuk e bëjnë. E qartë. Baku, flasim pak për kampionatin tani. Çfarë po ndodh me garën në kampionat, si e lexon situatën e deritanishme të kësaj gare? Një garë shumë e fortë, kur mbeten edhe 2 javë nga përfundimi i fazës së dytë dhe gjysmës së kampionatit, ku vërtet është një luftë e ashpër si për 4 vendet e para, ku për mendimin tim janë 6 skuadra, është Elbasani, Egnatia, Dinamo, Vllaznia, Teuta dhe tani së fundmi është futur dhe Partizani pas 3 fitoreve radhazi, dhe një luftë e ashpër dhe aty në fund, ku Tirana me atë pikë të marrë në Durrës, si thua, i dha vetes pak oksigjen, edhe pse situata është shumë e vështirë. Vora është në atë mesin e artë, ndërkohë që do të jetë një luftë e ashpër deri në fund mes Ballshit, Bylisit dhe Flamurtarit, po dhe Tiranës, se është një kampionat ku dy fitore të çojnë lart, ndërkohë që 2 humbje të zbresin poshtë, pra është një garë shumë e fortë. Ndërkohë, Dinamo kontestoi shumë një penallti, por në fakt në fushë në raport me Egnatian, si ishin raportet? Po, dëgjoj, natyrisht që fituesi
fituesi i kësaj ndeshje është Ignatja, por Eugene Gjaja la për dëshiruar, domethënë dhe kam përshtypjen që këto gabime nuk duhet ndodhin më në aq më tepër që janë luajtur vetëm 16 javë, ka akoma edhe 20 javë. Arbitrat e VAR duhet jenë realisht në lartësinë e dur, sepse në një kampionat ku është një garë shumë e fortë, si të thash, dhe ku diferencat me skuadrave nuk janë aq të mëdha, natyrisht që vendimet e gabuara të arbitrit pastaj ndikojnë edhe në rezultat. Ndërkohë Vllaznia Baku nuk është ajo e para pra e fillimit të kampionatit, po pëson rënje edhe pse Martini përjashton të ketë shkaqe të jashtme në ecurinë e Vllaznisë. Pse mendoni se i fiku motorët Vllaznia? Po nuk mendoj se i fiku motorit, është çdo ekip ka atë, si thuash, ecurinë fazën jo, ndoshta tani e ka radhën Vllaznia. Kush e mendon dhe Partizani që ishte për mbijetesë para disa kohësh, do të ishte tani në garë për të futur në katërshe. Vllaznia është në krizë, kjo është e vërtet, sepse në 5 javët e fundit ka 2 humbje dhe 3 barazime, dhe në 3 ndeshjet e fundit të Shkodër ka 2 barazime me Vorën dhe Bylisin dhe ka 1 humbje me Teutën. Natyrisht është në krizë edhe uroj që ta kaloj sa më shpejt. Ndërkohë nëse flasim për Partizanin, Partizani po fiton shumë terren në një kohë kur është fare afër zonës së katërshe, se edhe pse ka garë mjaftueshëm, duhet thënë është një garë e fortë. A mendon se tashmë mund të jetë një ekip që rivalizon zonën e Final Fourit? Do ta rivalizoj, patjetër. Natyrisht ai në këto 3 ndeshjet e fundit regjistron 3 fitore. Ky ishte edhe objektivi i trajnerit Kërnaja dhe i klubit, objektiv që e realizuan dhe duke përfituar edhe nga ndalesa e Dinamos dhe e Teutës me Tiranën, Partizani është afruar aty dhe patjetër që do të rivalizoj shumë deri në fund. E thash, do të jetë një garë e ashpër, si lart ashtu dhe poshtë. Për Tiranën çfarë mund të themi? Tirana ndryshon qasje me formën e saj, le të themi, kur pret Vllaznin, edhe pse duhet pranojmë që në format e tyre secila prej skuadrave ka problemet e saj? Të dyja skuadrat vinë në një ditë, si thua, sidomos Tirana është në një ditë të zezë, unë do ta quaj që e kam quajtur që është në një vdekje klinike, por asgjë nuk është e pamundur, kemi thënë në futboll asgjë nuk është e pamundur, dhe natyrisht ajo pikë e fituar në Durrës, ku mund të ishte edhe një fitore, edhe aty gjyqtari dha një penalti shumë zemërgjër në favor të dursakëve, kështu që vinë të dyja në një formë jo të mirë, kështu që do të shikojmë, për Tiranën është e ka me detyrim përcaktim çdo ndeshje ka një finale. Ndërkohë dhe Vllaznia po ashtu një rezultat zgënjyes në Tiranë do ta thellonte akoma më tepër krizën e saj, ndërkohë që një Tirana ka nevojë për pikë, ka nevojë për moral, ka nevojë për oksigjen dhe drejt kësaj po shkon. Baku, një pyetje për Vllaznin ishte se pse i fiku motorët, po në fakt pyetja që i shqetëson gjithë është pse është Tirana në këtë ditën e zezë të saj. Se të gjithë komentojnë që është në ditët e saj të zeza. Tirana është nga keq menaxhimi i klubit. Kjo nuk s'ka diskutime, kupton, domethënë janë marrë lojtarë që nuk janë në nivelin e kampionatit shqiptar, lojtarë që nuk e ndjejnë peshën e fanelës së Tiranës, që është një fanelë shumë e rëndë, është ekipi më i titulluar në Shqipëri, dhe natyrisht nuk e ndjejnë, shikon një ekip totalisht apatik, pa gjak, pa grind, dhe edhe me trajner që nuk di si vendos, nuk di, askush nuk e di të thot formacionin e Tiranës, si vendoset Tirana, me çfarë skeme luan Tirana, pra është gjithçka jo.
por futbolli na ka mësuar që duhet dhe një deklik, dhe për mua që jam lindur dhe rritur në Tiranë, natyrisht që Tirana më dhënë dhe do doja ta shikoja sa më lart që jetë e mundur. Nuk harrojmë Elbasanin që kryeson garën, edhe pse fati i dha le të themi 3 pikët me Vorën që po bën shumë në këtë kampionat. Një fat i papar, një fat me tonelat, do të thoja, edhe kur shpëtoi pa u mundur nga Teuta në Durrës, me raste flagrante, arriti të marrë 1 pikë barazimin, dhe ndërkohë ai goli i minutës 94 që erdhi nga hiçi. Po, dëgjoj, Elbasani është aty, kryeson me merit, ka një trajner shumë të mirë, ka një ekip shumë të mirë, ka lojtarë që luajnë, që punojnë, është i mirë investuar dhe të gjithë aktorët si me stafin e të gjithë janë bashkë dhe ecin të gjithë bashkë në të njëjtin drejtim. Pra mund ta shohim Elbasanin si një ekip me strukturë kampioni apo si një surprizë që më vonë edhe mund të ketë rënje? Dëgjoj, është viti 4 që Elbasani ka rilindur, është viti 2 në kategorinë superiore, natyrisht që vitin e kaluar për një fije të Perit nuk shkoi në final 4, por këtë vit i ka të gjitha mundësitë që prandaj po bën një kampionat fort, sepse edhe në këtë final 4 që për mua vazhdon të mbetet një formule gabuar, në krahasim me 2 vitet e mëparshme është një formule mirë, sepse ty të përgjysmohen pikët, pra ekipet do duan të ecin sa më lart, nuk do të ketë më as toleranca, as turnover, domethënë që të lënë lojtarët pushime të tjerë. Dhe Elbasani patjetër është aty dhe ka natyrisht synon që fillimisht të kapi final 4, duke qenë sa më lart jetë e mundshme dhe pastaj kur ato pikët të përgjysmohen dhe diferenca mos jenë shumë të mëdha, të gjitha skuadrat kanë atë mundësinë për të qenë kampion. Elbasani ka dhe një avantazh në krahasim me skuadrat e tjera që ka një tifozëri të zjarrt, që e ndjek jo vetëm në Elbasan, por në çdo qytet, dhe kur ti ke 5, 6, 7, 8 mijë tifoz çdo ndeshje, patjetër është një plus shumë i madh për çdo ekip. Ndërkohë, Vora po bën paraqitje pozitive, Elbasani nga ana tjetër është në këtë nivel ku është. A mund të themi se ky është edhe një sinjal që skuadrat, ekipet e vogla po bëjnë një menaxhim shumë më të mirë se sa emra të mëdhenj? Vora nuk po bën një paraqitje pozitive, Vora po bën një paraqitje të shkëlqyer. Më pëlqen shumë, luan futboll të mirë dhe mos harrojmë, në këto 16 javë nuk ka luajtur asnjë ndeshje në shtëpinë e saj dhe i ka hapur problemet çdo ekipi. Kujtoj që e mundi Elbasanin fazën e parë në shtëpi. Kështu që është aty dhe kur nuk e diskuton fare, kam thënë që në fillim të kampionatit që nëse kam një ekip që jam i sigurt që nuk bie, kjo është Vora dhe do t'jetë aty dhe imagjinoni që kur luajnë në shtëpinë e vet dhe ajo ka tifozëri të zjarrt, do t'jetë patjetër një ekip shumë i fortë dhe një koç shumë e fortë për çdo ekip dhe ky do t'jetë ndoshta synimi i Vorës për sezonin e parë historik në superiore, që t'jetë aty mes më të mirëve, pastaj Oreksi vjen duke ngrënë. Paku një pyetje të fundit, nëse i kemi parë skuadrat kështu në letër si pretendente në fush, cila mendon se mund të jetë ajo skuadër që do të mbetet jashtë Final Four-it? Se di, nuk e di. Nuk e di, nuk jam profet ta di. Për mua janë 6 skuadra për 4 vende, pra Elbasani, Egnatia, Dinamo, Vllaznia, Teuta edhe Partizani me këtë ecuri që ka bërë deri tani. Pastaj javë pas jave edhe në përfundim të fazës 3 do ta shikojmë. Është një kampionat i çuditshëm, kampionat shumë i fortë, ku 2-3 fitore të propulsojnë në lart dhe 2-3 humbje të zbesin poshtë, kështu që mbetet për tu parë. E qartë. Baku, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Kënaqësi.